Qëndrimi përfundimtar i mazhorancës për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut do të vuloset ditën e njëjtë. Kryeministri Edi Rama do të mbledh grupin parlamentar së bashku me qeverinë në Pallatin e Brigadave, ku diskutimet do të bazohen mbi raportin që do të paraqitet nga socialistët në seancën parlamentare pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Raportin e shumicës do ta hartojë Ulsi Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, njëherëzi dhe antari i Këshillit të Imunitetit. Tashmë, me mosdagursinë e palëve, opozita dhe mazhoranca do të shkojnë me raporte të ndara, ku demokratët ishin të prerë në qëndrim dhe lajmëruan se do të rekomandojnë heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Ndryshe deklaruan socialistët. Të hënën ishte kreu i grupit parlamentar Tauland Balla, i cili nuk dha një vendim konkret, ama e cilësoi të mjaftueshme masën e pezullimit ndaj Ballukut. A është pezullim i mjaftueshëm? Besoj që po, është i mjaftueshëm. Do ta komunikojmë. Megjithatë, fjalën e fundit do ta ketë parlamenti. Pritet që raportet të diskutohen gjatë seancës së 5 marsit, ndërsa kërkohet një shumicë thjesht për 71 votash për heqjen e imunitetit të socialistes Belinda Balluku. Ajo akuzohet nga prokuroria e posaçme për shkelje të barazisë në tenderin për tunelin e Llogaras dhe është në hetim dhe për 7 lotet e Unazës së Madhe, pasi kuvendi të shprehet për kërkesën e SPAK. Socialistët do të vijojnë me ndryshimet ligjore në nenin 242 të kodit të procedurës penale, përmes së cilave synohet që gjykata të mos pezullojë dot dhe presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ministrat antarët e gjykatës kushtetuese, avokatin e popullit dhe kreun e KLSH.